رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër besimtar, falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit, udhëzuesit dhe mëshiruesit tonë të përgjithshëm. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet tona të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të respektuar. Sonte, domethënë duke përmbillur një muaj të tërë, duke përmbillur edhe ligjëratën e fundit për sa i përket muajit të madhnueshëm të Ramazanit, sigurisht që më e drejta dhe më e rëndësishme për të thënë dhe për të përmendur duhet të qenë ajo që është mbështetur në hadithin e pejgamberit alayhisalatu wasalam, dhe për të cilën sigurisht që ne si besimtar do të kemi dhënë kontributin për të arritur deri tek grada e të qenurit të mbrojtur nga zjarmi i xhenemit. Domethënë simbolika e 10 ditëve të muajit të madhnueshëm të Ramazanit është kjo. Simbolik kjo e cila përkujton njeriu që pendimi është dera e hapur tek Allahu fuqiplot dhe e cila gjithnjë pret njerëzit të cilët do të pendohen apo do t'i bëjnë ato kthesat më pozitive në jetën e tyre në përgjithësi. Ajeti kuranor që e lexova në fillim, Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu ka për qëllim që të përkujtoj besimtarin duke thënë se bila bismillah ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. O ju që keni besuar, mundohuni të futeni në tërësi, do të thonë me të gjitha elementet në paqë, në islam, në nënshtrim, por jo gjysëm, jo me pjesë, jo duke i ndarë çështjet dhe segmentet të caktuara, jo duke thënë që Islami ka vend në jetën time vetëm në xhamin time, ka vend vetëm në Ramazanin tim. Jashtë asaj unë do të vendosi dhe do të mundohem të ndërtoj koncepte ashtu siç mendoj unë dhe siç e arsyetoj këtë çështje. Për atë arsye, ajeti kuranor synon një reflektim apo një orientim të muslimanëve në tërësi. Domethënë, nëse gjuha e tij do të jetë islame, le të jetë edhe syrje dhe veshja e tij, le të jetë edhe çdo një pjesë e trupit apo çdo një organ i trupit të tij, le të jetë islam. Le të jetë i nënshtruar, le të jetë i rehatshëm me atë që Allahu ne ka krijuar të vetin. Le të jetë në kuptimin e asaj, kur themi në tërësi, kam për qëllim shumë çështje. Domethënë, kam për qëllim që edhe studimi i muslimanit të jetë studim musliman, edhe shkolla e tij të jetë me krejta elementet shkollë e islamën në kuptimin jo vetëm për të fe për të mësuar, por të ketë elementet e një nënshtrueshmërie përpara Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Më pas, dasma e tij, që është një ndër sprovat më të rëndësishme për secilin prej nesh, është një ndër kthesat e jetës së njerëzve në përgjithësi. Dhe nëse dëshirojmë, unë gjithnjë kam përmend, nëse dëshirojmë ne të mësojmë se ku e kemi pozitën edhe vendin ton tek Allahu fuqiplot, atëherë më së miri duhet parë se ku është duke na përdorur Allahu, ose çka jemi duke bërë në momente të caktuara për të. Kjo është më së miri dhe argumenti më i fortë rreth asaj se sa jemi ne të nënshtruar. E keni parasysh, nuk është nënshtrimi çështje e cila ka të bëjë me gjuhën e njeriut, me fjalorin e tij, por nënshtrimi është kur tërësia e moralit tim, e qëndrimeve të mia, e ideve të mia, gjithmonë kërkon në radhë të parë përputhjen apo përshtatjen me vlerat islame. Më pas
sheh interesat, sheh përfitimet, sheh gjërat materiale, sheh të mirat tjera me të cilat njeriu në tërësi është i preokupuar nga ky aspekt. Wala tattabi'u khutuwati shejtan. Edhe mos bëheni prej atyre të cilët do të ndjekni nxitjet apo shtytjet e shejtanit alayhi lane, e djallit të mallkuar. Sepse do thënë ajo lufta në mes të mirës edhe të keqes ne kemi thënë që vazhdon prej Ademit edhe do të jetë deri tek njeriu i fundit ose deri tek momenti i fundit i kësaj bote. Për atë arsye, Allahu fuqiplot thoshte: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu fuqiplot krijoi jetën edhe vdekjen me qëllim që tek ju të shoh se kush do të bëj vepra më të mira. Kush për jush do të futet në atë garën e asaj se nëse dikush ka kontribuar, unë të kontribuoj më shumë. Çka do të them me këtë? Në ajetet kuranore shumë mirë përmendet sa i përket zekatit, sadakave, bamirësive në përgjithësi, përmendet që mund të jepet sirren wa alanie. Janë terme kuranore, fshehtas edhe haptas. Për muslimanin i cili është i nënshtruar Allahut fuqiplot, ai duhet ta nuhat edhe duhet ta sheh situatën se kur duhet dhënë fshehtas e kur duhet dhënë haptas. Nëse është në pyetje që të inkurajosh edhe tjerët të inxitish të bëjnë vepra të mira në Islam, atëherë praktikoje haptas këtë çështje. Por nëse ke frikë që mos të kaploj munafiklëku, diftërsia, nëse ke frikë që mos deportoj mendjemadhësia tek ti duke dhënë të tjerëve, duke i ndihmuar të tjerëve të arritish mendjen tënde në kuptimin e atyre nxitjeve të shejtanit, atëherë më mirë jep fshehtas. Jep natën, jep që mos të shohën të tjerët. Kjo është praktika e të nënshtruarit në Islam në tërësi, e të nënshtruarit në fenë e Allahut dhe në besimin i cili besim prezanton paqen, rehatshmërinë apo prezanton mirëqenien e muslimanit në të gjitha aspektet. Elejsa Allahu bikafin abde. A thua thot do thënë ajeti kuranor thot, a thua ka musliman i cili do të besoj në Allahun xhaleshanuhu edhe nuk do të mendoj se besimtarit i mjafton Allahu, dhe se për besimtarin Allahu është çdo gjë. Në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, për sonte unë nuk do të zgjati, madje edhe nuk kisha planifikuar që të flas më tepër diçka, por në atë porosinë e përgjithshme të cilën dëshiroja ta përmbledh dhe ta përfundojmë këtë cikël të ligjëratave tona, të derseve apo të interpretimeve tona sa i përket muajit të madhnueshëm të Ramazanit, inshallah taala një shpresë dhe një dëshirë të vetme kemi që sadopak ato të kenë gjetur vendin e duhur në mendjet tona, në zemrat tona. Nëse këtë kemi arritur ta bëjmë, kjo është kënaqësia më e madhe. Nëse kemi arritur që Allahu fuqiplot pak të jetë i kënaqur me ne, atëherë ne me miliona herë jemi të kënaqur me të dhe me gjithë atë që kemi dhe me gjithë atë që ai na e ka fal brenda këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit. Sigurisht që në këto diskutime, në këto aktivitete të cilat ne mendojmë se jemi munduar dhe kemi treguar një mund në këtë drejtim që të kalojmë sa më mirë. Bindja jon, opinioni jon, mendimi im, ideja ime, deklarata ime është ajo që unë realisht jam shumë i kënaqur nga ky Ramazan. Dhe lut Allahun xhaleshanu e xhelaluhu që ne si pjesëtar të këtij ummeti bashkërisht edhe shumë Ramazane, edhe shumë momente tjera islame të këndshme me rahatin islame, me atë konceptin e shëndosh kuranor, me ato mirësit për të cilat Allahu fuqiplot gjithnjë flet për besimtarët e tij në Kuranin familjar. Nëse në këtë drejtim kemi treguar një interes dhe kemi treguar një vullnet të vendosur, me siguri që Allahu do të di që më së miri të ishpërblej ato. Mos harrojmë ajetin kuranor i cili është parimi i çdo një veprimi dhe është mënyra më e përshtatshme e motivimit të muslimanit. Ati Allahu fuqiplot thotë kështu: "Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kushdo që vjen tek unë me një të mirë, le ta di se unë 10 fishoj. Minimumi i shpërblimit fillon prej 10 edhe më të lartë. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Mbas andaj në një ajet tjetër thot për çdo një kokër në 100 kokra i bëjmë.
Për çdo një vepër ne dalgadale vim duke ja rrit dhe duke ja shtuar muslimanit të mirat për qëndrimin e tij apo nënshtrimin e tij tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe ky nënshtrim, kur them nënshtrim Islam, do të thënë Islam do të thotë të jesh i nënshtruar. Ky nënshtrim Allahu kërkon që të jetë i tërësishëm. Ja ju alladhina amanu udkhulu fi silmi. O ju që keni besuar, futeni në Islamin, në nënshtrimin e Allahu xhaleshanuhu në tërësi, jo pjesë-pjesë, jo cop-cop. Jo njëri krah të jetë në xhennet i juaj, tjetri në xhenem. Jo njëri si të jetë në halal e tjetri në haram, por në tërësi, me mendje, me zemër, me vullnet dhe me çdo gjë të mundoheni, të i përkushtoheni dhe atë që e kemi ndërtuar një muaj, inshallah Allahu xhaleshanuhu do ta bëjë një potencial të energjisë pozitive që neve të na mjaftojë edhe pas Ramazanit edhe shumë kohë tjera, tek të cilat me shpresë se do të presëm edhe vitin e ardhshëm Ramazanin tjetër, inshallah taala. Për atë arsye, duke e përmbyllë edhe këtë duhet ta them, gjatë këtyre ligjëratave, nëse ndonjëherë ne kemi gabuar në diçka, njerëz jemi, nëse ndonjëherë ndoshta kemi vërejtur se e kemi ngritur zërin ose nuk e di që ne nuk e kemi zakon, unë nuk kam fjalor për të bërtit në xhami dhe nuk e preferoj diçka të tillë, megjithatë nëse ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gabim, ndonjë lëshim i joni, atëherë na e falni, na e bëni halal atë. Sigurisht që edhe nga ona jone keni atë halallëkun ton nga zemra, nga shpirti, do të thonë pa më dishje, këtu nuk kemi rezervë, edhe në emrin e imamave, edhe në emrin e muezinit, edhe gjithë atyre që kanë qenë pjesë e këtyre aktiviteteve brenda muajit të madhnueshëm të Ramazanit, inshallah taala, kënaqësinë e Allahut të cilën e kemi kërkuar edhe na mundëson ai, sepse vetëm ai është ai që i shpërblen më së miri besimtarët e tij. Por atë lutja e fundit imi është kjo: Allahu na e pranoft agjërimin në radhë të parë. Allahu na i pranoft namazet tona, do të thonë 5 kohët, namazin e teravis. Allahu na i pranoft mukabelet e lexuara në këtë xhami, Kur'anet e lexuara, aktivitetet e bëra me të rinjt, me studentët, me gjithë ato, le të jenë një kontribut i vogël i joni për Islam dhe për qendësinë e Islamit në përgjithësi në këto treva. Dhe Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu këtë udhëzim, këtë ngritje shpirtërore që e kemi arritur, inshallah taala na jep forcë që ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Allahu kabul i bëft gjitha, edhe inshallah taala për herë në qofshin edhe ditët në vijim të Bajramit që janë manifestimet e muslimanëve në përgjithësi. Me ka që dhe e përfundoj për sonte, dhash Zoti që edhe shumë Ramazane tjera të kalojmë kështu bashkërisht. Lillahi l-Fatiha.